Nuk është çështje nëse do të ndodhë, por kur do të ndodhë. Të dhënat zyrtare nga institucionet kryesore europiane ndjekin një trajektore të pagabueshme. Disa sisteme kombëtare pensionesh janë në një rrugë të paqëndrueshme. Kjo nuk është çështje opinioni, por aritmetike. Në këtë video, bazuar në të dhënat zyrtare, do të zbulojmë renditjen e 10 vendeve europiane. Sistemet e pensioneve të cilave rrezikojnë të shembe më shpejt nga sa mendoni. Mirë se vini në Mast Channel. Numri 10 Gjermania në vitin 2024. 1/4 e buxhetit federal, gjerman 118 miliard euro, u përdor për të mbuluar mungesën e pensioneve. Bundesbank parashikon 133 miliard euro deri në fund të vitit 2025. Kjo nuk është një krizë e ardhshme. Është emergjenca e sotme e maskuar nga një shtresë stabiliteti. Zemra e problemit është kolapsi demografik. Deri në vitin 2036, duke llogaritur pensionistët dhe punëtorët e rinj që hyjnë në tregun e punës, Gjermania do të ketë 7 milion të punësuar më pak. Sot çdo 100 punëtor mbështesin 35 pensionistë. Deri në vitin 2050, kjo shifër do të jetë 55 punëtor për 35 pensionistë. Përballë kësaj sigurie matematikore, përgjigja politike ka qenë më shumë simbolike se sa thelbësore. Në vend të reformave strukturore, qeveria ka propozuar një skemë prej 10 euro në muaj për fëmijët, me shpresën se në 50 vite do të bëhet një shumë e konsiderueshme. Në të njëjtën kohë, stabilizimi i pensioneve është sankcionuar në ligj, duke parandaluar që përfitimet të bien në 48 jetë të pagës mesatare deri në vitin 2031. Ky është një lajm i mirë për pensionistët aktual, por duhet të pranojmë gjithashtu se sistemi, siç është projektuar aktualisht, nuk mund të përballojë më për të mbajtur këtë nivel përfitimesh. Në fakt, për të mbuluar mungesën, e vetmja leve mbetur është rritja e kontributeve, të cilat sot janë në 16.6% të pagës bruto. Parashikimet qeveritare janë të pamëshirshme. Do të ruhet pragu prej 48%, norma e kontributit do të arrijë në 22.3% deri në vitin 2035. Një rritje prej pothuajse 4% që do të merret direkt nga pagat e punëtorëve të rinj, të cilët do të thirren të paguajnë premtimet financiare të bëra nga brezat e mëparshëm. Numri 9 Polonia në pamje të parë. Polonia duket si një histori suksesi europian, një ekonomi në rritje dhe borxh publik nën kontroll, rreth 60%, por ky stabilitet është iluzionar, i ndërtuar mbi themele demografike që po shkatërohen. Ndërsa Europa po e rrit ngadalë moshën e daljes në pension, Polonia bëri një zgjedhje të paimagjinueshme në vitin 2018. E uli atë në 60 vjet për gratë dhe 65 vjet për burra. Një vendim i nxitur nga votat për të fituar mbështetje të menjëhershme, pasojat e pashmangshme të cilit do të shfaqen më vonë. Raporti i varësisë të moshuarve pritet të shpërthejë nga 32 pensionistë aktual për çdo 100 punëtor, në 63 pensionistë për 100 punëror deri në vitin 2050, pothuajse 2 fish. Por u bë diçka edhe më e keqe. Çdo qytetar kishte dikur 2 llogari pensionesh, një llogari shtetërore dhe një llogari private me kursime reale të investuara. Në vitin 2014, si pjesë e një operacioni financiar kozmetik që synonte të shmangte sanksionet e BE-s, shteti zbrazi një pjesë të madhe të llogarive private, që arrinin në 150 miliard zloti. Ato kursime të prekshme u shndëruan në premtime të thjeshta për pagesa të ardhshme brenda sistemit publik, duke humbur përgjithmonë potencialin e tyre në rritje. Rezultati i kësaj tradhtie të dyfisht konfirmohet nga një shifër tjetër shkatëruese. Shkalla e zëvendësimit, e cila është përqindja e pagës së fundit që do të bëhet pension. Sipas parashikimeve të OECD-s, një i ri që fillon të punojë në Poloni sot do të marrë vetëm 25% të pagesë për pension. Konkretisht, me një pagë përfundimtare prej 2000 euro, pensioni do të jetë vetëm 500 euro në muaj. Mrekullia ekonomike e Polonisë po shndërrohet në një makth pensionesh. Numri 8 Finlanda. Çfarë ndodh ku një sistem pensionesh pothuajse i përsosur përplaset me demografi të papërsosur? Mirë se vini në Finland, paradoksin nordik. E renditur vazhdimisht ndër më të mirat në botë, modeli i saj, me fonde rezervë të mëdha dhe moshë pensioni të lidhur me jetëgjatësinë, duket i pathyeshëm. E megjithatë është në listën tonë. Pse? Sepse asnjë volum financiar nuk mund të fitojë një luftë kundër aritmetikës. Finlanda nuk po përballet me një krizë të ardhshme, po jeton atë tani. Në vitin 2023, lindën vetëm 43.300 foshnja, numri më i ulët i regjistruar ndonjëherë. Në të njëjtin vit, plot 57.600 njerëz filluan të merrnin pension. Kjo na jep një statistikë tronditëse.
Për çdo 100 pensionistë të rinj që sistemi duhet të mbështesë, lindin vetëm 75 punëtor të ardhshëm. Ky është një deficit prej 25% në lindje, të cilin asnjë menaxhim i mirë nuk mund ta mbush. Një i ri sot, duke kontribuar me të njëjtën shumë, do të marrë një pension proporcionalisht më të ulët. Sistemi e ruan veten duke sakrifikuar standardet e jetesës në të ardhmen, ndërsa dimri demografik zvarrit rritjen. Finlanda është kanarina në minjerën e Europës. Provë se edhe studentit më të mirë po i mbaron oksigjeni për vitet e tij të pensionit. Numri 7 Belgjika nuk është në rrezik kolapsi për shkak të pensioneve të së nesërmes, por për shkak të borxhit të dieshëm. Sistemi i saj i pensioneve është një pacient i sëmurë, i detyruar të përballet me një stuhi demografike pasi ka humbur tashmë mbrojtjen e saj imune. Ndryshe nga vendet e tjera, Belgjika jeton për gati 40 vite me një sëmundje kronike. Borxhin publik që ka qenë pothuajse vazhdimisht mbi 100% të prodhimit të brendshëm. Parashikimet e FMN-s e vendosin atë në 106% në vitin 2025. Ky nuk është një numër abstrakt. Janë miliarda euro të djegura çdo vit për të paguar interesat, burime të marra nga investimet dhe rritja ekonomike. Shteti belg hyn në këtë krizë tashmë i kufizuar financiarisht. Përveç kësaj dobësie, qëndron një sistem pensionesh veçanërisht i kushtueshëm. Ndryshe nga kombe që të detyruara nga krizat e kaluara, ka miratuar tashmë shkurtime drakoniane të pensioneve të ardhshme. Belgjika po sheh problemin të përkeqësohet. Raporti i Plakjes parashikon një rritje shkatëruese të shpenzimeve për pensionet prej 3.5% të prodhimit të brendshëm deri në vitin 2070. Përballë këtij skenari, reformat janë të paralizuara. Reforma e fundit e madhe thjesht prezantoi një bonus për ata që punojnë më gjatë. Një fash mbi një plagë të hapur dhe shmangu prekjen e nyjeve të vërteta strukturore. Kjo është strategjia e konsensusit afatshkurtër. Jep iluzionin e veprimit për zgjidhje ndërsa në fakt shtyn kolapsin. E bllokuar midis borxhit shkatërues dhe demografisë që përkeqësohet me shpejtësi, Belgjikës i ka mbetur vetëm një levë për të rritur një barë tatimore tashmë të lartë mbi punën dhe kështu të mbyt brezat e ardhshëm për të paguar pensione. Numri 6 Portugalia, epiqendra e përzierjes toksike të Europës, ku demografia më e keqe e kontinentit përplaset me një ekonomi që lufton për të rritur. Numrat janë një fjalë e vetme. Raporti i Plakjes 2024 parashikon që Portugalia do të ketë raportin më të keq të varësisë të moshuarve në të gjithë BE-n, duke arritur një rekord prej 68.8% deri në vitin 2050. Kjo do të thotë se do të ketë vetëm 1.45 punëtor për të mbështetur çdo pensionist. Kjo katastrofë nuk është vetëm rezultati i shkallës së ulët të lindjeve, por edhe një hemorragjie të vërtet talentesh. Gjatë krizës së borxhit sovran, gati gjysmë milioni njerëz, kryesisht të rinj dhe të kualifikuar, u larguan nga vendi në kërkim të një të ardhmeje më të mirë, duke dobësuar përgjithmonë bazën tatimore. Cili ishte reagimi? Në letër u hartua një reformë moderne, e ngjashme me atë të Finlandës. Por në një kontekst të shkatëruar demografik, ky mjet bëhet një giotinë e programuar, qëllimi i vetëm i së cilës është të vendosë shkurtime brutale. Përqindja e pagës përfundimtare, mbi të cilën përllogaritet pensioni do të bjerë. Dhe vini re, kjo nuk është një ulje e pagës së pasur gjermane. Është përgjysmimi i një pensioni të llogaritur në një nga pagat mesatare më të ulta në Europën perëndimore, duke dënuar një brez në pleqëri me vetëm disa qindra euro pension. Numri 5 Spanja. Në fillim të viteve 2000, Spanja krijoi një fond rezerv pensionesh, një bank kursimesh kombëtare, për të lënë mënjan tepricat nga vitet e bumit ekonomik. Qëllimi ishte të përballohej dalja masive në pension e brezit baby boomers. Ky fond arriti në pothuajse 67 miliard euro. Sot është praktikisht bosh, i zbrazur sistematikisht gjatë krizës së gjatë, për të paguar pensionet aktuale, duke lënë sistemin të ekspozuar ndaj dy problemeve të mëdha. Së pari, borxhi publik ka qenë vazhdimisht mbi 100% të prodhimit të brendshëm që nga viti 2013, me përjashtime të rralla. Së dyti, demografia është shkatëruese, me raportin e varësisë së të moshuarve që do të shpërthej nga 31 pensionist për 100 punëtor në ditë në 59 pensionist për 100 punëtor deri në vitin 2050. Politika u përball me një udhëkryq, nga njëra anë faktori i qëndrueshmëri, një mekanizëm automatik që lidh pensionet me jetëgjatësinë, nga ana tjetër erozioni demografik. Teksa Banka Kombëtare e Pensioneve u zbraz, u morën vendime që krijuan një boshllëk buxhetor që duhej të mbushej. Për zgjidhje gjetën mekanizmin e barazisë mes gjeneratave. Pas emrit të madh, realiteti është gëryes. Një rritje përhershme e kontributeve të paguara nga punëtorët dhe bizneset për pensionet. Në praktik,
Një mekanizëm për ulje të përfitimeve në të ardhmen u zëvendësua nga një rritje e menjëhershme dhe e sigurt e kostove për punëtorët e sotëm. Një rishpërndarje që mbron pensionistët aktual, ndërkohë që e zhvendos barën mbi supet e brezave të rinj te krahu i punës. Numri 4 Franca. Sistemi i pensioneve nuk është thjesht një artikull buxhetor, por është shtylla e modelit social kombëtar. Simboli i Francës ka qenë prej kohësh një vend me moshat më të ulta të daljes në pension në Europë, një e drejtë mbrojtur me pasion nga miliona njerëz. Por ky model, i lindur në një epokë të ndryshme demografike, tani vjen me një faturë të paqëndrueshme. Numrat tregojnë shkallën e sfidës. Me shpenzimet për pensionet afër 15% të prodhimit të brendshëm, ndër më të lartat në Europë dhe borxhin publik të parashikuar në 113%, sistemi është në një presion të madh. Demografikisht, raporti i varësisë së të moshuarve do të rritet nga 35% që është aktualisht në 57% deri në vitin 2050. Përballë kësaj trajektoreje, qeveria prezantoi reformën shumë të kontestuar që rrit moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç, e paraqitur nga presidenti, si masë jetike për mbijetesën e sistemit. Megjithatë, pjesa më shqetësuese del nga raportet zyrtare. Këshilli Hartimit të Planit të Pensioneve përjashtoi një kolaps të menjëhershëm, por certifikoi një deficit në rritje dhe strukturor. Me fjalë të thjeshta, sistemi humbet para çdo vit dhe hemorragjia do të përkeqësohet vazhdimisht. Kjo nuk është një krizë e përkohshme, por një gjendje kronike. Prandaj, reforma e Macron nuk është një zgjidhje, por një përpjekje për të ngadalësuar rënien, duke bler disa vite para se sistemi të bëhet financiarisht i paqëndrueshëm. Reagimi ishte një nga valët më të mëdha të protestave të kombit në historinë e kohëve të fundit, me miliona në rrugë dhe një komb thellësisht të ndarë. Sinjali është i qartë. Tregjet financiare dyshojnë në aftësinë e Francës për të mbështetur modelin e saj bujar social. Numri 3. Austria ekziston një vend në zemër të Evropës. Imazhi i prosperitetit të cilit fsheh një të vërtet tronditëse. Çdo vit, studimi më autoritar global i sistemeve të pensioneve, Instituti Mercer CFA, e rendit sistemin e pensioneve të Austrisë ndër më pak të qëndrueshmit në Europë. Si është e mundur kjo? Duke pasur parasysh se borxhi publik mbetet nën prodhimin e brendshëm bruto, përgjigjja zbulon një bombë financiare me saha të fshehur. Borxhi publik nuk është aq alarmues duke maskuar një problem më të thellë, një borxh gjigant për pensionet, që vijnë nga premtimet e së kaluarës që janë tejet bujare për t'u mbajtur. Sot shpenzimet për pensionet thithin 11.36% të prodhimit të brendshëm, por shifra më shqetësuese është e padukshme, pasi sistemi nuk vetfinancohet. Për të paguar pensionet, qeveria tërheq 24 miliard euro në vit nga taksimi i përgjithshëm, pothuajse 1/4 e nevojave totale. Burimet financiare merren nga kujdesi shëndetësor, arsimi dhe inovacioni. Shkaku është një sistem i bllokuar në të kaluarën. Pavarësisht moshës statutore të daljes në pension për 65 vjeç, mosha efektive e daljes në pension është ndër më të ultat në OECD, vetëm 34.6 vjet. Rrugët e privilegjuara për pension, si korridor pension dhe marrëveshjet bujare për ata me histori të gjata kontributesh, janë rrugë të shpejta për dalje të hershme. Çdo përpjekje për të mbyllur këto boshllëqe të kushtueshme has në kundërshtim të ashpër, duke i dhënë më shumë përparësi popularitetit politik sesa qëndrueshmërisë të së ardhmes. Ndërkohë, demografia përkeqësohet, raporti i varësisë do të rritet nga 30% që është aktualisht në 53% deri në vitin 2050. Pasuria austriake nuk e zgjidh problemin, por vetëm e maskon atë përkohësisht, duke mundësuar që premtimet e paqëndrueshme të financohen përmes taksimit të përgjithshëm. Por modeli thjesht i komprometuar strukturalisht ka një trajektore financiare që është vendosur dhe dihet se ku po shkon. Numri 2 Greqia në vendin e dytë në renditjen tonë gjem një komb që është bërë simboli i asaj që ndodh kur matematika injorohet për një kohë të gjatë. Greqia nuk po përballet me një krizë pensionesh. Ajo po përjeton pasojat matematikore të një katastrofe që ka ndodhur tashmë. Mëkati i saj fillestar është një borxh publik dërmues, më i larti në Europë, i barabartë me 150% të prodhimit të brendshëm në vitin 2024. Një barë që e detyroi vendin të nënshtrohej më shumë se një duzinë reformash pensionesh të imponuara nga jashtë. Paradoksalisht, reformat e tyre e kanë bërë sistemin të qëndrueshëm në letër. Raporti i plakjes së BE-s parashikon që shpenzimet greke për pensionet, si pjesë e prodhimit të brendshëm, do të bie me 2.5%, rënja më e madhe në të gjithë Unionin. Ky nuk është lajm i mirë. Është provë e një tradhtie të shkruar bardhë e zi. Qëndrueshmëria u soll duke ligjëruar pensione të vogla në të ardhmen.
përmes shkurtimeve brutale dhe rritjes së moshës së daljes në pension në 67 vjeç. Këtij shkatërimi i shtohet një grush shteti demografik. Kriza ekonomike shkaktoi një eksod masiv të pothuajse gjysmë milioni të rinjve, duke zbrazur vendin nga taksapaguesit e tij të ardhshëm. Rezultati është një katastrofë demografike e certifikuar. Varësia nga të moshuarit do të shpërthejë, duke u rritur nga 37% që është aktualisht shumë e lartë, në një shifër vrastare prej 68% deri në vitin 2050. Në atë pikë do të ketë më pak se një 5 punëtor për çdo pensionist. Është matematikë e pamëshirshme, një rreth vicioz në të cilin borxhi i kaluar dhe eksodi i të rinjve kanë hipotekuar të ardhmen, duke rrezikuar premtimin e një pleqërie dinjitoze për brezat e ardhshëm. Numri një Italia këtu nuk po flasim për një sistem në rrezik, por për një sistem që matematikisht mishëron stuhinë e përsosur. Një vend që kombinon tre nga situatat më të këqija në Europë, njëkohësisht në fronte kritike: borxhin, rënien demografike dhe shpenzimet jashtë kontrollit të pensioneve. Mëkati origjinal është një borxh publik monstruoz, i parashikuar në 137% të prodhimit të brendshëm. Një mal që djeg pothuajse 80 miliard euro në vit vetëm në interesa. Burime të marra përfundimisht nga e ardhmja. Mbi këtë barë qëndron një nga sistemet më të shtrenjta të pensioneve në Europë, me shpenzime që thithin 16.3% të prodhimit të brendshëm. Sistemi është aq i pabalancuar sa për të paguar pensionet shtetit tërheq më shumë se 140 miliard euro në vit nga taksimi i përgjithshëm. Por është demografia që jep situatës goditje fatale. Italia është zhytur në një dimër demografik, me lindjet në nivelet më të ulta historike. Ndikimi është shkatërues. Raporti i varësisë të moshuarve, që sot është më i larti në Europën kontinentale me 38.4%, do të shpërthejë në 66.5% deri në vitin 2050. Përballë kësaj emergjence, reforma Fornero e vitit 2011 ndryshoi rregullat. Ajo bëri dy gjëra. Së pari, automatikisht e lidhi moshën e daljes në pension me rritjen e gjatësisë. Së dyti, i bazoi pensionet ekskluzivisht në kontributet e paguara gjatë një karriere të tërë dhe jo më në pagat e fundit. U morën masa që lehtësuan përkohësisht tensionin social, por kompromentuan më tej qëndrueshmërinë tashmë të brisht të sistemit. Dhe ja ku është luhatja pafundme midis rigorozitetit të imponuar nga matematika dhe koncesioneve të dhëna në emër të drejtave legjitime, ku dhe shohim thelbin e problemit. Një zgjim ky, mes analizës që dëgjuat, për të gjithë ata që mendojnë se Europa është potente. Në fakt, pas numrave dhe parashikimeve dalin tre mekanizma themelor, tre probleme të kuqe që zbulojnë natyrën e vërtet të krizës. I pari është pakti i prishur mes gjeneratave. Mekanizmi i dytë është iluzioni i reformës së përhershme. Problemi i tretë më i thellë dhe më delikati i lidhur me të dytin është se ky mekanizëm pensionesh është projektuar për një botë që nuk ekziston më. Një botë me rritje të qëndrueshme demografike dhe zgjerim të fuqishëm ekonomik. Modeli i pensioneve i sotëm ishte perfekt për atë kontekst, por i pamjaftueshëm për realitetin aktual. Me kosto politike, politika duhet të hartojë dhe aplikojë modelin e ri të pensioneve që i shkon përshtat kushteve të reja ekonomiko-financiare, zhvillimore dhe demografike. Mast Channel. Please subscribe.